Jemi okay? Atëherë të nderuar përfaqësues të medjave, qytetarët e Republikës Kosovës, sapo përfunduam mbledhjen e grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, dhe jemi këtu para jush për të adresuar qëndrimin tonë si parti, po njëkohësisht edhe si grup parlamentar. Sot qëndrojmë këtu për të shprehur një shqetësim të thellë dhe për të shprehur jo vetëm habin, mirë po kundërshtimin tonë të madh me atë çka po ndodh sot, demokracisë parlamentare, rendit kushtetues dhe konstituimit të institucioneve të Republikës Kosovës. Ajo që jemi duke parë, dhe ajo që jemi dëshmitar, është shkurt edhe shqip një shkelje e rendit kushtetues nga partia që i ka fituar zgjedhjes, e cila në veprimet e saja është duke e vendosur një shembull dhe një primat i cili pa asnjë dyshim është rrezik për vendin, duke mos i konstituu institucionet e Republikës Kosovës, në këtë rast Kuvendit të Republikës Kosovës. Shkelja e rendit kushtetues dhe mos respektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese, i cili është decidiv, i cili është shumë i saktë, duke thënë se 30 ditë mas certifikimit të rezultateve zgjedhore, Kuvendi i Kosovës duhet të konstituohet. Pra nuk kalon hapësirë tjetër veç se thotë duhet të konstituohet. Sot, kur shohim qasjen dhe takimet politike në ditën e fundit, na vjen ndërmend fakti se sot 2 muaj qytetarët e Kosovës e kanë ditë rezultatin zgjedhor. Pra që 60 ditë partia në pushtet, lëvizja dhe vendosje e ka ditë rezultatin zgjedhor. Në 30 ditë pas certifikimit të rezultateve, me datën 8 korrekt janë konstituuar, janë certifikuar rezultatet, për 30 ditë rresht kanë ndodhur takime të cilat nuk kanë pas asnjë synim të konstituimit, siç po shihet sonte, i po qëllimi vetëm ka qenë bartja e fajit gjaja të opozita, me qëllimin e vetëm të marrjes së 3 pozitave për lëvizjen me vendosje, e cila u konfirmu sot edhe në deklarimin para medjave të kryetarit të vendosjes. Nuk do të lejojmë që rendi kushtetues të rrezikohet, nuk do të lejojmë që demokracia parlamentare vjen rrezik, dhe nuk do të lejojmë që Kosova të bëhet parti shtet. Si grup parlamentar, në diskutime edhe me grupe tjera parlamentare, kemi një kërkesë për një seancë të jashtëzakonshme, e cila duhet të thirret sonte në ora 10:30, në mënyrë që ne, me ushtrimin tonë, si deputet të zgjedhur, të betuar në Kuvend, të mbledhemi dhe të kërkojmë prej kryesuesit të seancës konstitutive të rreth seancën dhe sonte ta kryejmë. Ne kemi këtu përpara të kërkesën tonë edhe për grupe tjera parlamentare dhe shpresojmë që në ora 10:30 sot të ketë një seancë. Ka që nga ona ime, i lutem kolegët e mi kush don me adresën do të çka nëse më thirrën.